Jo, na ishim për një ftesë, edhe LDK-s edhe PDK-s, edhe s'kishte asnjë arsye me u sill ndryshe, besoj që sjellja e Parisit ishte nga shqetësimi, paniku që i ka partitë opozitare. Unë e kuptoj këto, sepse realisht u kanë qenë në opozitë veç formale. Më konë që kritika jonë, s'është e vërtet, kërkush nuk shqetësohet. Për kritika që s'prekin, ty nuk tanin. Pse po reagon vetëm LDK-ja, PDK-ja pak më... Edhe PDK-ja ka reagu, PDK-ja ndoshta direkt jo, indirekt ka mundësi... Nuk e di, po për mu thelbi e dikun tjetër. Cili është thelbi? Ka konsenzus shoqëror që opozita ka qenë adopt. Që opozita gati s'ka qenë opozit. Për bindjen time, opozita mendon që politika është lojë e jo ide. Pra nuk ka bashkim rreth një ideje. Dhe s'di japi vreni, sa ma shumë që po mundohen mu bashku, ma shumë pëndohen. Pra, u mundun me marrë vjosën, e i largun s'di sa tjerë, e i qëtën në fund listav, e të njajshëm. Pse vetëm ndaj dy subjekteve politike aksionit? Po sepse kjo letër e shpjegon krejt. Çfarë thot letra? Letra është... Mbetëm borç pa deklaratën e vendit, ama këtë thuje. Pe i kuptoj në shqetësimet e njerëzve, por këtu kanë qenë shqetësimet pa qëndrueshme, në kuptimin argumentativ të fjalës, jo si shqetësim vetvete. Ne jo kemi ofru sot zotime publike. Pyetja është pse kemi shku në zgjedhje, na? Edhe çka i ofrojnë qytetarëve mas zgjedhje? Se na nuk kemi shku në zgjedhje për ndaj skandal të madh qeverisës, që është kry mandati, që ka jep dorëheqje kryeministri, por që 3 herë këta s'po merren vesh. Edhe tash pyetja ime është e thjeshtë. A mundi më na tregu para zgjedhjeve çka keni më bëu mas zgjedhjeve? Dhe zotimet tona janë thjeshta. Që i kem kërku. Partitë opozitare, nëse e krijojnë shumicën, PSD mendon që duhet me kriju një qeveri përkohshme, kalimtare, që doni ta quajmë, me një mandat 2 vjeçar maksimum, ku i ka për detyrë spaku një 2-3 çështje. Kanë me u zgjedh mandatin e ardhshëm 7 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese. 2 janë zgjedh, 9 janë